Partia Mundësia zhvilloi në Lor takimin përmbyllës të fushatës elektorale. Mitingu elektoral u zhvillua në sheshin në hyrje të Lungomares. Kreu i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, u shpreh se nuk ka asnjë dyshim që në zgjedhjet e 11 majit do ja dalin, ndërsa theksoi se asnjë vot nuk ka për të prekur nga askush. Shehaj tha se për të gjithë ata që thonë se vota për Partinë Mundësia shkon dëm, e kanë tmerrësisht gabim. Kur ne filluam, ishim shumë më pak. Tani ne jemi shumë në krahasim me ku ishim, por ne do jemi gjithmonë më shumë, sepse ky është vetëm fillimi. Dhe çdo gjë, më besoni, ka një fillim. Fillimi është gjithmonë i vështirë. Nuk ka diskutim që fillimi është gjithmonë i vështirë. Dhe vështirësitë ne nuk na pengojnë, përkundrazi. Vështirësitë na bëjnë më të fortë. Vështirësitë na bëjnë më largpamës. Vështirësitë na bëjnë më të vendosur, sepse ne realisht kemi një vizion. Duam t'u japin shqiptarve atë që nuk kanë patur kurrë, lirim për t'ja dalë në vendin e tyre. Kandidati për deputet në qarkun e Vlorës i Partisë Mundësia, Klodian Gjyeri, falenderoi qytetarët për durimin, por edhe për mbështetjen në këtë rrugëtim të fushatës elektorale. Partia Mundësia synon një Shqipëri të pakorruptuar, pavarfëri dhe thellësisht europiane, një vend të barabartë për njerëzit e thjeshtë. Erdhëm në momentin më të rëndësishëm të kësaj fushate, ku angazhimet tona dhe mbështetja juaj të kthehen në një fitore të përbashkët. Ju faleminderit që na keni mirëpritur, na keni dëgjuar, keni ndarë me ne problemet e jetës suaj. Ju faleminderit për durimin, për çdo bisedë të sinqertë që keni ndarë me ne, edhe kur ajo ka qenë e dhimbshme. Faleminderit që keni dhënë zë shpresës. Faleminderit mbi të gjitha për mbështetjen dhe kurajën që na keni përcjell. Faleminderit kandidatëve tanë që nuk kursyen as kohën as energjinë. Faleminderit familjarëve tanë që na mbajtën fort edhe kur lodhja ishte e madhe. Faleminderit stafit ton të palodhur, atyre që ecën çdo rrugicë, ndan çdo flet palosje, folën me këdo, pa u ndalur, pa u ankuar. Një falenderim të veçantë për liderin ton, sepse ai na dha besimin për të përfaqësuar vizionin e tij për një Shqipëri të pakorruptuar, pa varfëri dhe thellësisht evropiane. Një Shqipëri të barabartë për njerëzit e thjeshtë, një frymë të re që nis nga zemra e qytetarëve dhe ngjitet drejt institucioneve. E dim sa zhgënjim ka nga politika e gjitha kohërave, por zhgënjimi nuk është arsye për të heshtur, por arsye për të folur. Votimi nuk është një akt heroik, është një veprim po aq i thjeshtë sa të nisësh një SMS. Në 11 maj votoni për mundësinë, votoni për veten tuaj, për fëmijët tuaj, për Vlorën që e duan të gjithë. Votoni numrin 10.